Këshilli Komunal i Kërçovës në mbledhjen e fundit me 10 vota pro dhe 9 kundër emroi Milena Gjorgjievska Dimitrievskën si udhëheqëse e ndërmarrjes së re publike Kërçova projekt. Përveç emrimit të udhëheqëses, këshilltarët votuan edhe për përbërjen e këshillit drejtues të kësaj ndërmarrje publike. Votimi u zhvillua sipas vijave etnike, pasi të 9 këshilltarët shqiptar votuan kundër propozimit. Ata argumentuan se në përbërjen e udhëheqësisë dhe të organeve drejtuese nuk është respektuar balansi etnik, duke shprehur pakënaqësi për përfaqësimin e shqiptarëve në këtë ndërmarrje. Siç e tha kryesuesi i Këshillit Komunal, sot në ora 10, në datën 1/6/2026, Komisioni për çështje mandatare zgjedhje dhe emrime mbajti mbledhje dhe nuk kaloi asnjë propozim në atë mbledhje të komisionit dhe për këtë arsye i propozoi Këshillit që pika 4, 5 dhe 6 të hiqen nga renditës dhe të mbesi për një mbledhje të ardhshme kur do të kalojnë emrat të caktuar në komisionin për emrime, mandate dhe zgjedhje dhe më pastaj në mënyrë ligjore procedurale të vinë në këshill emërimet dhe të votojmë si këshill. Tash përderisa kjo pika nuk ka kaluar në komisionin për emrime Arhan, dhe përderisa ju mendoni se i keni tu 10 vota për, nuk do të thonë se ju mund të bëni çka të doni me ndërmarrjet në këtë komunë. Si për fillim që zonjën në fjalë nuk do ta parashikoj se nuk e njeh personalisht dhe nuk e njeh asnjë qytetit tonë. Përderisa në mbledhjen e fundit, sekretari i komunës u drejtua se ju nuk keni profesionistë. Tash do t'i tregoj se ne barë në këtë lëmi kemi profesionistë më shumë se sa të gjithë ju. Bilem edhe në Barë Maqedoninë, jo vetëm në Kërçovë. Ti ke me profesor, i ke me docenta, i ke inxhinier dhe i ke të gjithë në fushën private që kanë dëshmuar se ja vlen për diçka. Ndërsa emri i kësaj vjen më shumë prej shtabeve partijake, i cila nuk do të jetë në shërbim të interesit publik, por do të jetë në shërbim të interesave planore të juve. Unë si emër, përderisa kjo nuk ka kaluar në komision, mendoj se kam të drejtë të propozoj edhe unë si emër. Unë propozoj Sabetin Emil, një nga kuadrët më të dëshmuar të kësaj komune, i cili ka punuar në urbanizëm nga 5 vite. Pres që kjo të konfirmohet në votim, edhe votën e pres prej teja. Sa u përket pikave rreth ndërmarrjes komunale Kërçova projekt në udhëheqësinë, këshillin drejtues dhe këshillin mbikëqyrës, mendoj se ka përfaqësim disproporcional. Бемолам разговараме за ръководител. После че разговараме по дневния ред. Për të gjitha dhe do mbaroj shumë shkurt dhe do mbaroj. Për të gjitha do mbaroj shumë shkurt. Kërkova që të ketë ndryshime, ajo nuk ka ndodhur, andaj nuk do votoj pro për të gjitha pikat në lidhje me ndërmarrjen komunale Kërçova projekt. Njëri do të theksoj se ky nuk është vetëm qëndrimi im personal, por është edhe qëndrim partijak. Faleminderit. Veç dua të them se me këtë mospërkrahjen sot nuk do të amnestojnë nga përkrahjet e mëpërpashme, kështu që me mos realizimin e ndonjë kërkese personale vjen kjo mospërkrahje sot, kështu që unë e urrej në vlerësimin e inteligjencës time, por edhe gjithë qytetarëve. Faleminderit. Edhe duke pas parasysh se në ndërmarrjen publike komunalec, drejtori është i nacionalitetit Maqedonas, komandanti i njësisë së zjarrit fikse është i nacionalitetit Maqedonas. Ndërsa, edhe kjo zonja në të cilën e propozoni ju si ushtruesi e tyre, drejtoresh e ndërmarrjes publike Kërçova projekt, është e nacionalitetit Maqedonas, atëherë shtrohet pyetje ne shqiptarët ku përfaqësohemi dhe mbi parimin e kujt janë marrë kriteret që duhet të menaxhohet nga një. Duke pas parasysh se në Kërçovë shumica është shqiptare e popullatës, tu do të arsyetoni me veprimin se shihet meritokracia. A nuk ka si shqiptar që meriton të jetë në një pozitë drejtuese nga 3 pozita drejtuese të cilët i themelon Këshilli Komunal? Do të kisha dashur të pyes shqiptarët, kolegët që ja vjente të votojnë Kërçova projektin atëherë kur ne i lusim që të jemi kundër dhe tash vinë këtu në sallë dhe munduan të bëjnë atë çka bën dëm për shqiptarët, gjithashtu edhe ju që i morët votat
në bazë të asaj që ishte buroja shqiptarëve, e që tash do të jemi buroja pëmëros, e çdo herë neve kur kërkojmë diçka për shqiptarët, dalim se kërkojmë tensione etnike, gjoja se neve mundohemi të përhapim tensione, ashtu siç në mbledhjen tjetër, ku Diego e potencoi, e harron se partia që ai përfaqëson këtu në nivel qendror është kundër VMRO-s, ndërsa këtu në Këshill Komunal mbështet çdo projekt të VMRO-s, pra i bie që ai do të jetë kundër shqiptarëve, e që ti si kryesuesi i Këshillit i mban dorën e zgjatur për interesat tuaja, e që tash në secilin komision janë vetëm ata antarë që të mbështesin ty, dhe prandaj vjen ky reagim nga kolegët e partive tjera që mbështesin Blenin e që kërkonin votat e shqiptarëve për të dëmtuar shqiptarët këtu në komunën e Kërçorës.